Dhe Allahu subhanahu wa taala I ka treguar besimtarët se e kanë moralin e mirë dhe I bëjnë veprat e mira për çka? Vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe nuk kërkojnë shpërblim prej krijesave, por e kërkojnë shpërblimin vetëm nga Allahu subhanahu wa taala. Madje nuk kërkojnë as falënderim nga krijesat. Ka thonë Allahu se këta njerëz të mirë, ka thonë wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Do të thënë japin ushqim edhe pse u duhet atyre dhe duan, do të thënë kanë nevojë për të. U japin jetimave, të varfërve dhe të robruarve. Dhe u thonë innama nut'imukum liwajhi Allah. Do të thënë ju japim ushqim, ju ushqim vetëm për fytyrën e Allahut. Do të thënë innama, pra për asgjë tjetër përveç se për fytyrën e Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Do të thënë nuk duam prej jush as të na I ktheni atë mirën, as nuk duam të na falenderoni. Do të thënë as nuk duam as falënderim. Pra ky është moral I përsosur që bëhet vetëm për ta kënaqur Allahun subhanahu wa taala. As nuk pret falënderim nga njerëzit. Kurse morali I atyre që janë shirk dhe në kufër është vetëm për kthim me shpërblim. Nuk mjaftohen as me falënderim. Dhe më I miri prej tyre mendon se do thotë mjaftohet vetëm ta falenderojnë, të jenë mirënjohës njerëzit. Kurse besimtari nuk do as falënderim prej njerëzve, por e do shpërblimin vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala.